E njihni këtë bimë, mjaftojnë 10 gjethe nga kjo dhe nuk do të vuani kurrë nga ky problem. Vlera dhe përfitimet që marrim nga rozmarina janë të shumta, duke filluar kështu që nga pamja jashtme deri te mbrojtja e organizmit tuaj në tërësi. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes, arritet me shumicë në vendin tonë dhe shpesh përdoret gjithashtu edhe në gatime për të marrë përfitimet e duhura për mbrojtjen e shëndetit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Zakonisht ajo është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose edhe në përmirësimin më të mirë të memorjes, duke cilësuar atë si një prej produkteve më fantastike. Në spektër të vlerave, përdorimet e saj janë të shumta, siç e tham, nga gatimi deri tek vajrat esencial. Ndikimi që jep organizmit të shndron atë, një prej produkteve më të vlefshme ushqyese në dobi të shëndetit. Sipas Brightside, në këtë video do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse përdorni rozmarinën. Rozmarina ka ndikime pozitive në shëndetin tuaj të mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksidin e karbonit. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishmet e organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkërit ose edhe probleme me funksionin e tyre, duhet të shtoni rozmarinën në dietën tuaj. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve, ekzistojnë edhe mënyra të tjera të cilat mund të përmirësojnë gjendjen tuaj shëndetësore. Ndërto është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, që mund t'japë përfitime unike në këto raste. Ajo përmban vitaminën A, vitaminën C, duke përfshirë minerale të tilla si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit tuaj imunitar dhe nxjerrin jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë një shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi pluhurin dhe ndotjen. Kështu që nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton që të shtoni konsumin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini atë në formën e çajit ose të bëni masazhe në krah me vajrat esencial të rozmarinës ose ta konsumoni atë sa më shpesh në ushqime. Përfitimet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënëse dhe lehtësuese në rastin tuaj specifik. Rozmarina ka përfitime të mira edhe në shëndetin tuaj të syve. Për personat që përjetojnë humbjen e shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë efektive. Ky problem prek zakonisht moshat mbi të 50-tat dhe dobëson shikimin në mënyrë graduale. Për të ulur riskun e prekjes nga ky shqetësim, veçanërisht rekomandohet sa më shumë edhe përdorimi i kësaj bime. Gjithashtu, duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon edhe në luftën kundër degenerimit makular. Nëse doni të keni një tretje më efektive dhe më të shëndetshme, shtoni rozmarinën në dietën tuaj ditore. Duke qenë e pasur me antioksidant, vitamina, minerale, ajo mund të ndikojë gjithashtu edhe në tretjen më të mirë të ushqimeve, duke lehtësuar komplikacione dhe duke sjellë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Rozmarina mund të shtohet vazhdimisht në vaktet tuaja ditore dhe ndikimi që do të keni në fund do të jetë vërtet mbreslënës për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët Healthline cilësojnë rozmarinën si një prej erëzave më të mira ushqyese për shëndetin tuaj të përgjithshëm, dhe si e tillë duhet të përdoret në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore. Ndikimi që ka në shëndet e kthejnë atë në një prej produkteve më të shëndetshme për organizmin. Rozmarina është e mirë për shëndetin e kujtesës. Ndihma që kjo bime jep në memorie dhe në përqendrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si receta natyrale për shëndetin e mirë dhe organizmin tuaj në tërësi, bimët e rozmarinës, cilët kanë dhënë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Rozmarina është një bimë fantastike që mund t'japë përfitime të mira edhe kundër depresionit. Rozmarina ndihmon kundër sëmundjeve neurologjike siç janë depresioni, ankthi ose dhe skleroza e shumfisht. Mjafton që ta konsumoni atë rregullisht në formën e çajit ose ta bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial.
Rozmarina mund të ndihmojë në largimin e ujit të tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesës largohen lehtësisht me rozmarin, pasi do të nxjerrin të gjitha toksinat nga trupi. Sigurohuni të përdorni sa më shpesh çajin e rozmarinës në përditshmërinë e recetave tuaja. Rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet mbreslënëse dhe rigjeneruese për shëndetin. Kështu, ndikimi që kjo bimë do të jep në mbrojtjen e shëndetit do të jetë i menjëhershëm, efektiv dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Rozmarina është një bimë aromatike që rritet shumë edhe në vende tropikale dhe vendi jonë është një teren i përkryer edhe për rritjen e kësaj bime, që mund të sjellë përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e saj. Kjo barishte e vogël, përveç një arome të veçantë, mund të sjellë një ndikim pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Sipas Brightside, në këtë video, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse përdorni rozmarinën në përditshmërinë e recetave tuaja. Rozmarina cilësohet gjithashtu si një relaksuese mjaft e mirë e shëndetit tuaj mendor, duke u dhënë një ndihmë mjaft efikase në këto situata vërtet emergjente. Rozmarina mund të qetësojë një mendje të shqetësuar, si dhe të garantojë gjithashtu një ndjesi gjallëruese. Ju vetëm duhet të fërkoni bimën e vogël mes gishtave dhe të thithni gjithashtu aromën e shijshme të saj. Kështu, përfitimet që do të keni do të jenë fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj. Përdorimet të tilla të kësaj bime do të jenë gjithashtu një rigjeneruese shumë e mirë e shëndetit. Rozmarina ka efekte të mira antioksiduese. Rozmarina përmban antioksidant të fuqishëm që mbrojnë trupin kundër radikaleve të lira. Për ata që nuk e dinë, kjo bimë esenciale rozmarike ka veti të mira të cilat kanë veti antiinflamatore dhe lehtësuese për shëndetin tuaj, duke ju ndihmuar të relaksoheni në këto situata emergjente. Rozmarina gjithashtu është e pasur me veti të mira antiinflamatore. Ajo përmban veti të cilat janë antiinflamatore dhe ndihmojnë në lehtësimin e astmës, ekzemave, artritit dhe komplikacioneve të tjera që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Ndaj, përdorimi i kësaj bime në mënyrë të kontrolluar në recetat tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit edhe të lehtësoni komplikacionet. Ndaj, përdoreni atë si duhet dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Rozmarina cilësohet gjithashtu se përmirëson shëndetin tuaj mendor. Rozmarina do të rrisë rrjedhjen e gjakut në kokë dhe do të stimulojë gjithashtu edhe sistemin tuaj nervor qendror, duke u dhënë rezultate të duhura ushqyese në këto situata emergjente. Për më tepër, kjo bimë do të ndihmojë edhe në përmirësimin më të mirë të kujtesës suaj. Përmban përbërës me veti antiinflamatore të cilat rrisin neurotransmetuesit të rëndësishëm që mbrojnë memorien dhe përqendrimin dhe ndihmojnë gjithashtu edhe kundër problemeve që shkakton Alzheimeri në trupin tuaj. Rozmarina ndihmon edhe në lehtësimin e problemeve të veshkave. Bima ka aftësi luftuese kundër lodhjes stresit të veshkave pasi zbut edhe hormonet, duke u dhënë kështu një ndihmë më të mirë specifike për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Përfitimet që do të merrni nga kjo bimë do të jenë vërtet të veçanta dhe rigjeneruese për shëndetin tuaj. Rozmarina është e mrekullueshme edhe për të përdorur në formën e çajit për shkak të vetive të saj ushqyese qajobar. Rozmarina ka efekte të mira energjike, duke ndihmuar në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit dhe parandalimin e shqetësimeve të tij. Ndaj, përdoreni me kujdes dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike për organizmin tuaj në tërësi. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht përdorimin e rozmarinës. Nëse doni që të merrni më shumë nga vlerat e saj, mund ta përfitoni në formën e çajit, vajit ose edhe tinkturave të ndryshme me ndikime pozitive që kanë për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtoni këtë bimë në recetat tuaja ditore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.